Në ambientet e kinema Republika në qytetin e Shkodrës, Banka e Shqipërisë çeli ekspozitën lëvizëse Paraja rrëfen, 100 vjet jetë dhe ngjarje, Banka e Shqipërisë, një projekt historik dhe edukativ, i cili pas prezantimit në Tiranë dhe ndalesës në Prishtinë, vijon udhëtimin e tij në një nga qytetet më të rëndësishme shqiptare. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore e qendrore, studiues, pedagog, nxënës, si dhe qytetarë të interesuar për historinë ekonomike dhe institucionale të vendit. Në fjalën e saj përshëndetëse, zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj, theksoi rëndësinë simbolike të ndalesës së ekspozitës në Shkodër, duke cilësuar qytetin si një nyje të rëndësishme të kujtesës kombëtare, të traditës tregtare dhe të qytetërimit urban shqiptar. Banka e Shqipërisë, përveç detyrave që ngarkon ligji, ka dhe një mision tjetër, fisnik, dhe që duhet ta kryej në çdo moment pavarësisht detyrave të tjera të rëndësishme që ligji, koha apo ekonomia i ngarkojnë. Dhe kjo detyrë është të përpiqet të jetë sa më pranë publikut, ta ndihmojë publikun të ngërë nivelin e edukimit financiar dhe mbi të gjitha ta ndihmojë kujtesën, memorien tonë historike, që mos të harrojmë asnjë moment kush është identiteti ynë kombëtar. Dhe në sa shumë element ky identitet është i shprehur, dhe një nga elementet i cili është jo vetëm për identitetin e shqiptarit, pjesë e rëndësishme e memorjes e qenies tonë si kombë shqiptar, por në çdo kombë tjetër të botës, është paraja. Sepse paraja, që në momentin që është krijuar, që në gjenezën e vet, është konceptuar si një shprehje e identitetit të çdo kombi të cilit ajo ka vendosur t'i shërbejë. Si e realizon paraja këtë mision? Natyrisht, përmes mishërimit, përmes gdhëndjes në veten e vet, qoftë në kartë monedhë, qoftë në monedhë, i atyre elementeve që i kujtojnë çdo populli çfarë e bën të veçantë në krahasim me popujt e tjerë. Çfarë i ka mësuar historia, çfarë vuajtjesh, krizash, betejash i është dashur të kaloj për të mbijetuar dhe për të mos shuar të qenurit komb i veçantë. Ajo nënvizoi se historia e paras nuk është vetëm historia e institucioneve financiare, por edhe historia e njerëzve, e shkëmbimeve, e besimit, e krizave dhe e ndërtimit të shtetit. Dhe Shqipëria, natyrisht, është përpjekur që këtë identitet kombëtar ta mishëroj edhe në gjithë seri, në gjithë gjenezën, që nga momenti i parë i krijimit të monedhës dhe kartmonedhës shqiptare deri në ditët tona. Ne si Bankë Qendrore kemi kuptuar më së miri këtë mision dhe jemi përpjekur që jo vetëm ta mishërojmë sa herë që vendosim të dizenjojmë një monedhë të re, sa herë që vendosim të rifreskojmë serinë e kartmonedhave të lekut, kartmonedhave dhe monedhave tona, gjithmonë përpiqemi të mendojmë thellësisht, të konsultohemi, të tërheqim mendimin e ekspertëve, të historianëve për të kuptuar cila është ajo që na përfaqëson më së miri ne si kombë dhe le të marrim një pjesë të këtij elementi të rëndësishëm përfaqësimi dhe ta mishërojmë në kartmonedhën ose në monedhën sipas momentit çfarë ne jemi duke projektuar ose duke dizenjuar. Ekspozita Paraja rrëfen, 100 vjet jetë e ngjarje, Banka e Shqipërisë, është konceptuar si një udhëtim në kohë, përmes të cilit publiku mund të lexojë historinë e Shqipërisë nëpërmjet zhvillimit të sistemit monetar dhe të Bankës Qendrore. Ajo përfshin dokumente arkivore, fotografi, kartmonedha dhe monedha origjinale, materiale ligjore dhe dëshmi historike që nisin nga fundi i shekullit 19 me vizionin e rilindjes kombëtare për një bankë shqiptare, për të vijuar me përpjekjet e para shtetformuese pas pavarësisë, themelimin e Bankës Kombëtare dhe SHNIPS në vitin 1925, periudhat e luftës, ekonominë e centralizuar, tranzicionin e viteve 90 dhe rolin e Bankës së Shqipërisë si bankë qendrore moderne. Një vëmendje e veçantë i kushtohet figurave historike dhe personaliteteve që kanë kontribuar në zhvillimin e sistemit financiar shqiptar, si dhe transformimeve politike dhe ekonomike që kanë gjetur reflektim në monedhë dhe kartmonedhë ndër dekada. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publiku në datat 3 deri në 7 mars dhe është e përshtatshme për të gjitha grup mosha, me fokus të veçantë në edukimin financiar dhe historik të rinjve.